njëjta gjë si tek shkolla Fanoli. Ju kujtohet që vetëm presioni i mediave dhe këto, bile, ju kujtohet ju që ish ministri Hoxha je jaudhi fajin mediave? Po. Ta po shtreborojnë këta, tha? Po. Se s'ka gjë aty, tha. Më kujtohet se është diskutuar dhe për numrin e personave që ishin pjesëmarrës derisa doli videoja pastaj dhe konfirmuaj o çfarë thuaj. Në qoftë se shkojmë më tutje, Armela, në këtë, unë kujtoja se ishte ndonjë kronik akoma më kompromentuese. Ju kujtohet juve kur u prezantua ministri e re? Po. Dhe tha kryeministri, zero tha, thika dhe shertha, do vëm kamera inteligjente. Këtë ka thënë që në shkurt. Ka thënë që vitin 2025-2026 ka 2 risita. Një tha, 2 të reja, Shqip. Një tha, kamerat inteligjente në gjithë Shqipërinë tha që do detektojnë, do na i vë Arabia Saudite. Këto kamera, apo Emirate Bashkuara, kjo s'më kujtohet, po kjo është qartësisht mund ta gjeni në kronika, dhe 2 tha shkolla me ushqim. Pas njëra as tjetra zullë. Dakord, po në edhe në momentin që po flasim, ngjarjen që po flasim dhe për tek saj, jam e sigurt që jashtë dyerve të shkollës ka mjaftueshëm kamera sigurie dhe oficeri policisë dhe ai i sigurisë kanë qenë aty dhe nuk kanë ndryrë. Tani që ta kuptoj, debati ose sherri filluar para disa ditësh. Ditën e ngjarjes ka filluar sherri brenda shkollës dhe më pas janë nxjerr jashtë fëmijët se ora ka qenë diku rreth pushimit gjatë. Çfarë ka ndodhur pra? Këta fëmijë që po zihen aty, le të bëjnë ç'të duan, të vriten, por le të vriten jashtë dyerve të shkollës, kjo ka ndodhur? Jashtë dyerve, shkoni ziuni. Ja janë nxjerr jashtë. Ka disa vite, ju kam thënë, shkoni ziuni jashtë, ani kokën jashtë. Për këtë ngjarje, janë nxjerr jashtë praktikisht, apo jo? Atëherë janë nxjerr jashtë Armela, dhe këtu ka dhe një gjë tjetër, në qoftë se policia, tani unë nuk jam në rolin e investiguesit, por kam të dhëna. Dhe kam të drejtën që këto të dhëna që kam t'ju a them juve, t'ju a bëjt me dije publikut. Nuk i kam të konfirmuara, po them se janë të besueshme. Mendoj se janë shumë të besueshme. Pse? Sepse atje ka dyshime që kanë ndërhyrë dhe nxënës të shkollës, sepse ata kanë dhe një shkollafë profesionale. Pra atje ka përplasje të 2 shkollave. Ndërkohë që asnjë prej shkollave në fakt nuk raportohet në njoftimin e policisë. Se është e rëndë kjo, se në momentin që nuk shkohet deri në fund të problemit, nuk zgjidhet ai problem, pra është një konflikt që mbetet aty dhe mbartet. Pikërisht. Pra ne kemi dhe ulëritse për mua akoma me të mërshme, është një indiferencë qytetare e jashtëzakonshme. Pra ishin të gjithë aty, e pan dhe nuk ndoryn. Dhe një atje që tha, e dëgjova në televizion, tha, dakor, tha, po pse ta ha thikën unë? Dhe së dyti sot, ashtu siç kundër ndodhi në mënyrë të turshme te Fanoli, dhe ndjese po i hapin plagën familjes. Po familja ndjes ndryshim. Familja ka paralemëruar që do ndodhin